Armendis flet shumë, por bën më tepër. Nga rruga e drejtësisë e dashurisë Armend, në sytë e tij ka një diell që s'perëndon. Armendi nga Prishtina. Armend, prit veç ta bëj pra një poezi për ty edhe po ta lexoj, a bën? Hajde. Një poezi për Armendin ChatGPT. Sigurisht, thot ja një poezi për Armendin nëse ka ndonjë detaj specifik për të. Çfarë detaj më jap? Armend? Dashuri. Jo, veç e boni, prit veç pak. Armendi në hapin e tij ka paqe e fuqi, si era që prek majat me dashuri. E vërteta. Fjalët i zgjedh si gur të çmuar, zemrën e ka si deti thellë dhe i gjuar. Armendis flet shumë, por bën më tepër, me shpirtin e ndritur, me zemrën e ndershme, në sy, çtu ja futi pa lidhje, në sy i ndrin drita e një besimi që s'lodhet kur nga rruga e drejtësisë e dashurisë Armend. Kur shqesh, pranvera zbret mbi fytyra, kur flet fjala bëhet udhë sigurt, në çdo përpjekje, në çdo ëndër që ngjall, Armendi është ai që s'e ndal asgjë në ball. Bravo! E vërtetë që ka Shumë bre mirë ta boni poezi. Po dhe vërtetë është gjitha këtë fjallë që i tha. Nëse do një stil më humoristik, romantik apo epik, më thuaj. A ti themi? Po. Cilin? Humoristik, romantik apo epik? Romantik. Pisi që. Romantik. Romantik të lutem. Me knatësi. Oh, në sytë e Armendit, po thot. Në sytë e ti ka një diell që s'perëndon, një dritë e butë që zemrën ma pushton. Kur më sheh, haroj çdo fjalë të botës, veç emri i ti më rrej në gjoksin e lotës. Ka dale, maje. Se veç poezie ChatGPT-s është. Fjalët e Armendit si mjalt në pranverë më dehin ngadalë si këngë në për erë. Ai flet me shpirt, prek si melodi. Çdo çast pran ti është poezi. Kur më prek dorën ku ando... Alo, Armend? Po, po. Ka na jote e fort, zotni, se në radar ku kem. Ona jam me e fort është puna. Noti? Puna. Puna? Po. Ti noton në punë? Notoj në fund. Mirë, cila është ana jote e fort në punë? Se puna është shumë generale, s'po më duket si përgjigje. Si me ndonë me fort? Urna? Po mendoj Si me ai. ndonë me fort? Armend. Në marketing punon, çan rona, qa bën o njeri? Cila është ana jote e fort? Marketing. U kry. 3, 2, 1...